për me zgjedh... S'mjaftojnë. Zonja Kabashi, a ka ndonjë mundësi që thuhet prit se ka një shans tjetër? Së është përgjithësia e PDK-s. Absolutisht. Është përgjithësia e kryekpot e partisë që e ka shumicën parlamentare në këtë rast dhe dëdusja. Është përgjithësia i bje me sa kanë vota. Kena pas shambuj konkret. Po i bje që gjithë, zonja Kabashi. Shumë, të lutem, por e kemi pas në përgjithësin, kemi hekdor prej kryeministrit komplet, që me mujt me ishbloku institucionet të mejtës për para. Vetë vendosja ka testin, që ku e ki për krajën qytetarve, bën diçka. Po këta 6 vjetë kur gjonë nuk kanë bo. Asni premtim, i ki 2 ekspozit kryeministrit që ka dal, ka bo fushat midis parlamentit, asni premtim i ti, jo sot tem tjetër, si ka premtu popullit gjonat e njeta që ka premtu para 6 vjetëve. Sa i përket realizimit të komponent bugjetore që ka bashkan gjithë. Premtimet zoj. Kanë folë qytetarët, se si ka qeverisë vendosja. Unë ka mundona mi u tregu informatën qytetarë prapë vendosin. Jo, i keni manipulu qytetarë, se si kur ta deshin qytetarë që ka një të bukë, kur që kishin votu. Kur që kishin votu. O dalë kryeministri ka bu premtime, asni vit bugjetore për to si ka. Që të regoj diçka. 113 dit. 5 vjet me radhë. Krejt sektori sigurisë, asni investim kapital 3 se ka. Kolona bugjetore për investime 3-ja, që i bjen nëse ki planifiku diçka 3, është e thot, letë qytetarët në Google të gjenë bugjetin është publik, në të gjetë një kolon të investimet e reja, kapitale, projekte të reja, të gjetë një shifer që sështë bartje bugjetit, unë e pepranoj që e kom gabim e zoja ka të drejtë. 5 vjetë e kom për cilë, asgjo. Me pa një element shumë të rëndësishëm këtë diskutim, për derisa ne, për te i përpjekjeve që i kemi pas, po themi sigurisht që edhe në kohën kur jemi aktualisht, edhe me kandidaturat të cilat i kemi nënshkru si deputet të lëvizjes vetëvendosje,